nuk besoj, nuk kam i forën time, po s'ka forën. Pra asë njëri pa studiu, pa shkollë, pa mësu dikush s'ka. Që nga Ademi a.s. edhe Ademi në mësun me lejë. Çfarë i njohim në emra e pembe, të dryjve, detrave, stopnave. Shka kriju i më dhe Zot krejt ja mësoj Ademit a.s. në përmet melekve. Edhe e s'dita, asë e gjonë. Allahu e mësoj. Unë e besoj me i forë demen. Që është forma jote? Me thonë s'ka Zot, bjerë gjumë, shkom gjërën e më thonë, s'ka bërgjësim. Tha, që t'ju falë Zoti me katër. Pra kanë kërku vetën aq shumë, me gjitha të ato kanë dovëri vetë për para Zotit. Ne të shtë të bëjmë halë, mos të hymë kërkujt në halë. Se të mirë sepse të na falë Zotit gjinohet. Edhe kur e mënë Zotit këta jetë thot, me të vërtetë thot, ajo të falë si manë, më shiro si manë. To na jetë prapë shpresë në dhe. Allahu që leqë në. Pra ju do të sprovohemi, do të keni shumë të lashet në dhe. Po nëse ju thot, e ndihni pejgamberin, atëherë do, keni përgjet një Zot, një krijues, një Allah, një të vetën që meriton të adhurohet, që ai është falësimon edhe mëshiruesimon. Dhe këta nuk ka realizuar si kur për njerëzve. Këtë lloj ligjence, si më thonë, nuk mund të marrë kërkush përveç Zotit. Ja. Edhe ai që thotë falë mëshirove, Zoti e ka zbrit mëshirën në zemër. Ne kemi ngarkesë të madhe, gjinohet. Pra, nuk ka rrugë tjetër. Me këto halle, me këto të lashme, me këto sprova, që i vën robën në jetën kësaj bote, dhe që për besimtarën e këtë hajër, si do që të vendon, Allahu që legjëraru thot, i keni mirë do. Do të keni falje gjinofësh, sepse thot për vetën e ti, jam falë si madh, edhe me shiro si madh, që nuk mund të bojë kusht tjetër përveç Allahu. Pra, Allahu ka premtuar që gjitha do t'ja falë. Edhe përmend, edhe librin e madhëshëm Kur'an, po edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po të kërkoni falje, se Allahu do t'ju falë. Kërkoni pendim tek ata që u keni hyrë hak, për çfarë do gjëje që të mendoni. Allahu ata ka për ta fshirë, më thënë, nëse binin dakord, kompensoheni. Po edhe kjo është gjë e madhe. Pra mund të rresh 20 vjet pa folë me tjetrin për shkak të një fjale. Ja ke thonë ti, apo ta ka thonë ai, apo ta ka prek gardin, apo të ka gjujë kjo shpia. Shko më u kompensu. Që të mos ngeli, sepse thamë që ky regjistër nuk hapet, nuk preket. Para Zotit që ligjëron është i paprekshëm. Pra jemi në një pozicion në vëllezër, që vetëm afrimi tek Allahu që ligjëron, ne jemi të kënaqur me Allahu që është Zoti jonë. Jemi të kënaqur me pejgamberin që është pejgamberi jonë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jemi të kënaqur me librin e Zotit me Kur'anin. Jemi të kënaqur me këtë Islam, që me të vërtetë do të përjetojmë halle, vështirësi, sepse e gjithë jeta nuk shko kështu. Në vaj apo në mirësi, e në begati, por edhe hallet do t'i pranojmë si pjesë e mirësisë që na afron tek Allahu xhela xhelalu. Wallahi Allahu xhela xhelalu ka provu, sprovu pejgamberin e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ashpër. Shokët ati, sa që do ja prej kokën më shakë. Ma keq se s'është bëjnë të sot, që do t'i paguajnë gjithë. Pra, edhe kur po vjen ndihma e Zotit, ndihma e Zotit do të bëjnë. Por nëse zgjat, vetëm se shtohet numri i atyre që të shkojnë në xhenet. Vallahi. Nëse zgjat, edhe sot e kësaj dite, në përbot, kudo që shihni, zgjatet, shtohet numri i atyre që të shkojnë në xhenet. Pra jemi kënaqur. Pa i ka sprovu Allahu me zjatë. Ibrahim e kishte të dashur pejgamber në zjatë. 6 muaj duke bajt dru me djekë zjatë. Por Nuhin alayhis salam krejt botë o shkallë në Hazreti Nuh. Budallë. Tu drejtu anije në plonin. Si me ndërtu anije në tukë jemi ne. Shifrin që budallë e gjosh. Djali vetë e dalte e po shtronde. Po Musa alayhis salam jo s'provë, po s'kishte çfarë në vesh, s'kishte i palë puzë, s'kishte shtëpi,
s'kishte pasuri, s'kishte gru, s'kishte asë gjonë këtë thorë. A nuk I jetë Allahu xhallahu, po me anë të kësaj sprove, Allahu e bani dashur në vetë. Po Isa alayhis salam. Llogaritë mund të gjejmë aty në kryq. Pavarësisht se Allahu e kroi, por ata njetin e bon. Mundimin e bon për me gërshdu, me coptu, me shkatru, pejgamberi Zotit. Allahu xhallahu e rujti për gjithë tyre, por të rësejnëve edhe tjerë se sa I ka rujtë Allahu xhallahu, pa dhe ne inshallah do të na rujtë, do të na mbrojtë, por luftojmë për kënaqësinë e Zotit xhallahu. Dhe kënaqësia e Zotit është tek Allahu, tek pejgamberi, tek libri I Zotit, tek ky Islam, që e falënderojmë Zotin xhallahu. Allahu na I vërtet jetën me iman inshallah.